rikthyer përsëri në studio për të dalë sërish nga studio. Jemi me rubrikën Një raport javën qyteti. Do të shkojmë në Sarand në këto momente për të përshëndetur atje Thomanikën. Mirëmëngjesi, përshëndetje Thoma. Edhe unë ju përshëndes. Përshëndetje dhe sigurisht së pari duam të dimë se si ka nisur mëngjesi aty për ju në Sarand dhe më tej tek raportimi i zhvillimeve kryesore. Po. Zyrtarisht dhe me kalendar, sot kemi hyrë në gjysmën e dytë të korrikut. E kjo do thotë se për sezonin veror po ndizem të gjithë motorët. Edhe moti duket të jetë favorizues për të patur kushues me kapacitet të plot, një moti ngrohtë, por jo i nxehtë dhe shumë larg të nxehtit afrikan, siç ishte thënë se do të përsëritej këtë javë. Ndërkohë që vata provluese nuk po duket në tokë, uji i detit është ngrohur mjaftueshëm tashmë. Kjo ka bërë që frekuentuesit e plazheve tona të jenë shtuar dukshëm dhe shumica e atyre që i frekuentojnë janë pushues shqiptar të Shqipërisë apo nga trojet poreve të huaj. Siç e kam raportuar më herët, Saranda të gjitha plazhet përgjatë qendritores i ka tërësisht publike pa asnjë lloj përgjese. Kjo javë një çlirim të tillë nga shërbimi privat e ka sjellë edhe disa mil, madje në zonën militare të plazhit atje, që gjendet përballë tre ishujve. Kjo u bë mundur falë shtrirjes së operacionit plazhet e pastra. Pikërisht para ditën e të martës, policia ka hequr shezlongët dhe çadrat nga hapësira e rrugës përballë tre ishujve, duke e kthyer atë në plazh publik. Në të gjitha ditët të vijim, frekuentues të shumë të këtij plazhi, pse jo edhe nga Saranda, shkojnë me çadrat e veta atje pa që nevoja të bëjnë asnjë pagesë. Kjo ka qenë java që ka shënuar edhe hyrjet e para të turistëve të huaj me rrugë detare nga ishulli i Korfuzit, pasi lejoheshin vetëm daljet nga Shqipëria, por jo edhe hyrjet. Ka rëndësi të thuhet se me tragedin e linjës Korfuz-Sarand mund të planifikosh të vish edhe me automjet dhe kështu ka ndodhur në mjaft raste këto ditë. Frekuenca e udhëtimeve nga Saranda drejt Korfuzit tashmë është 2 në ditë e po kaq edhe nga Korfuzi drejt Sarandës. Pritshmëritë janë që porti i Sarandës të funksionojë si port e rëndësishme. Nga këtë verë pritet të hyjë një numër i konsiderueshëm turistësh të huaj, kryesisht të Evropës perëndimore dhe veriore, pavarësisht që ende nuk flitet për kalendar të guidave të kruazierave. E dukshme është se kjo verë ka sjellë një shtim të madh të anijeve që ofrojnë guida dhe shëtitje turistike për pushuesit e vendasve. Kjo ka bërë të nevojshëm edhe komunikimin për të unifikuar qasjen ndaj ligjit dhe rregullit dhe për të dhënë maksimum sigurie në shërbimet që ata ofrojnë. Për këtë qëllim, ata oftuan në bashkëbisedim nga kryetari i bashkisë Adrian Gurma, në prani edhe të zotit Paulin Ndreu, drejtori i drejtorisë përgjithshme vetare dhe të drejtuesve të policisë kufitare e të kapitenerisë. Kërkesat më të rëndësishme kishin të bënin me dhënien e sigurisë së plotë për çdo turist që i frekuenton anije turistike dhe me ndikimin pozitiv që duhet japin ato në mjedis, duke nisur nga miratënisimi i vajrave dhe i mbetjeve që nuk duhet të përfundojnë në det, e deri te kujdesja për pastërtinë në vendbaziret e tyre për të marrë nga turistët vetëm review pozitive. U tha se nëse ka një element për të cilin toleranca do të jetë zero, kjo është siguria detare dhe ajo teknike. Ju bë apel këtyre operatorëve për të pajisur me dokumentacionin e të mësdoshëm dhe të kompletojnë me pajisjen që përcakton vendodhjen e anijes në çdo kohë. Për këto ka patur dhe kontrole në anije këto ditë të fundit pas taksimit dhe ato subjekte që pas takimit dhe ato subjekte që u gjetën me mangësi serioze nuk janë lejuar të guidojnë. Ka përfunduar koha e informalitetit edhe në det dhe se për këtë do të ketë inspektime, ka paralajmëruar Ndreu në Sarand dhe këtë vendosmëri kanë treguar edhe kontrollet e ushtruara. Ndërsa nga komisariati i policisë kufitare u paralajmëruan pronarët e anijeve që të mos shkaktojnë ndotje akustike me muzikën nga bordet e anijeve të tyre, pasi rregulli është unik për tokën edhe për detin. Lëvizshmëria, sinjalistika dhe trafiku me sa duket do të jenë sfidat e tjera të mëdha të këtij sezoni veror në Sarand, e për t'i paraprirë krijimit të situatave që sjellin pushimet nga Bashkia e Sarandës, është kërkuar forcimi i bashkëpunimit me strukturat e policisë në tërësi e asaj rrugore në veçantë. Sinjalistika vertikale dhe horizontale u identifikua si një front parësor që kërkon menaxhim të dyanshëm mes bashkisë dhe policisë. E u rë dakord që pasi të vlerësohet situata edhe në terren nga specialistët të katës, të mund të bëhen ndryshimet e nevojshme në hyrje dalit nga qyteti i Sarandës, shoqëruar me sistemin të sinjalistikës vertikale në akset veçanta problematike për qarkullimin. Kjo ka qenë edhe java e ndryshimeve në policinë vendore të Sarandës pas disa ngjarjeve të ndodhura deri në përplasje me armë, siç ka qenë ajo në lokalin Orinç. Kjo ka qenë arsyeja që kreu i policisë së shtetit Adi Veliu ka shkarkuar nga detyra shefin e komisariatit të Sarandës Syria Bello e pasuesi i tij në këtë detyrë është Klodian Kondi.
Spak ka zbritur edhe në Sarandë të javë dhe duke sekuestruar hotelin me 4 yje të quajtur Harbor, të ngritur në zonën më turistike të Sarandës, Turizëm Kanali Çukës, e shkaki këtij sekuestrimi mendohet të jetë bërë fakti që pronarët e kësaj pasurie janë të shpallur në kërkim dëkombëtar për përfshirje në trafikun e drogës. Çfarë do të sjellë Saranda fundjava në Sarandë? Kjo është një pyetje që do të bësh për ta përmbyllur në fakt. Përgjigjesh në këtë javë që përfaqësojnë kulmin e sezonit veror. Dhe sonte ka për të qenë një mbrëmje e veçantë, të tillë për të ta bëj atë një aktivitet i Bashkisë së Sarandës në kornizën e 100 vjetorit të saj. Do të jetë pikërisht spektakli veror të kapur mat në Sarandë, e mësohet se është ideuar si një veprimtari që bashkon 3 elemente në një produkt të vetëm, sillet e kujtes komedia e Fix 35 vite më parë 2 herë mat, për t'u gëzuar shpalljes kampion të Shqipërisë dhe të kampionatit evropian të shallët, prej 2 çmive talente në Shanga Saranda dhe elementi 3 merret nga Saranda që projekton të bëhet kampione në turizëm, është edukur kjo edhe në nisjen e mbarë të këtij sezoni veror. Janë ftuar të marrin pjesë në spektakël protagonisti Bujar Kapexhiu dhe Rikombi, si dhe aktori e regjizori i njohur Alfred Bolhoti, aktoreja që luante shahiste në fëmijë atëherë Manjola Begolli dhe aktori Karakli Qena. Sarandëtët dhe pushuesit e këtij turi janë ftuar të shohin një spektakël që nuk duhet humbur për ta filluar fundjavën ndryshe. Ndërsa mbrëmja e të shtunës do të ngjit yjet muzikës dhe të telegramimit në skenë, në Kalan e Lëkursi do të performojnë tenori Kasot Tusha, sopranoja nga Filharmonia e Kosovës Adelina Paloja, baritone Armando Likaj, këngëtarja Mariza Ikonomi e aktoria më e njohur Ema Andrea. Tra emrat të përveçëm të skenës, pra si dhe instrumentistë e balerin do të performojnë së bashku falë edhe mbështetjes së bashkisë së këtij qyteti në spektaklin Yje në Lëkurës mbrëmjen e nesër. Po, thoma besojmë që ishte gjithçka e përgatitur dhe sigurisht ku përfundojmë me raportimin e drejt për drejt. Ju përshëndesim, ju falenderojmë. Ishim në këtë komunikim të drejt për drejt me kolegun dhe korespondentin Thoma Nika nga qyteti i Sarandës, ku mësuam dhe disa prej zhvillimeve kryesore atje. Gjithashtu një përshëndetje shkon dhe për të gjithë mishën e ndjekin nga Saranda në këtë mëngjes. Po, padyshim. Dhe pas pak